Venezuela denoncon urdhrin e Trumpit, bllokimi i anijeve është kërcënim lundëzicës. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump ka urdhëruar një bllokadë totale të gjitha cisternave të naftës të sankcionuara që hyjnë dhe dalin nga Venezuela, një vendim që Caracasi e ka cilësuar si kërcënim lundëzicës. Trumpi ka përshkruar qeverinë e presidentit venezuelan Nicolas Maduro si një organizatë terroriste e huaj dhe ka akuzuar për përfshirje në kontrabandë droge dhe trafikim qenish njerëzore. Veprimet e fundit vijnë pasi Shtetet e Bashkuara sekuestruan javën e kaluar një cistern venezuelane, një hap që ka rëndësi të madhe për Venezuelën, e cila mbështetet kryesisht tek eksportet e naftës. Sipas Trump, nafta e Venezuelës përdoret nga qeveria e Maduros për të financuar terrorizmin, trafikun e drogës, rrëmbimet e vrasjet. Ai gjithashtu paremëroi se forcat amerikane do të rriten edhe më shumë pranë brigjeve të Venezuelës, duke bërë prezencën ushtarake më të madhe se çdo gjë që vendi ka parë më parë. Venezuela ka akuzuar Shtetet e Bashkuar se po përpiqet ta vjedhë burimet e saj natyrore, ndërsa qeveria amerikane ka intensifikuar së fundmi sanksionet ndaj anijeve, bizneseve dhe disa të afërmave të Maduros, si dhe ka kryer sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge. Ekspertët dhe gjykatësit amerikanë kanë cilësuar këtë bllokadë detare si një akt lufte. Kongresmeni demokrat Joaquin Castro paremëroi se ligjvënësit do të votojnë një rezolutë për të kërkuar nga presidenti të ndalojë armiqësitë me Venezuelën.